Të nderuar koleg, se sa vullnet e dëshirë ka majoranca për të bërë diskutime në parlament e për të çuar përpara reforma, duket ke salla bosh, duket edhe tek mungesa në pjesëmarrjen e komisioneve, duket edhe ke varfëria që ka sot agjenda e parlamentit ku një ligj nuk bëhen dot 4 veta që ta diskutojnë, po duket njëkohësisht edhe tek mungesa vullnetit politik që kanë pasur që në krye të herës, jo vetëm për ligjet që lidhen me procesin e integrimit, po për çdo reformë të mundshme për ta ndryshuar Shqipërinë e për ta bërë Shqipërinë një vend normal e të jetueshëm, se vend evropian as nuk bëhet fjalë. Shumë kolegë këtu me drejt ngren shqetësimin që parlamenti do të jetë komplet jashtë realitetin nëse ne këtu nuk diskutojmë gjëra ose element të cilët lidhen edhe me aktualitetin politik. Nëse ne nuk diskutojmë së pari për zgjedhjet, së dyti për raportin e Parlamentit Evropian, së treti edhe për standardet e munguara të Bashkimit Evropian. Raporti i fundit i OECD-s, i cili publikoi se ku ndodhet Shqipëria dhe ku ndodhen treguesit e vendeve, qoftë Ballkanit Perëndimor, qoftë edhe të Bashkimit Evropian, e lë Shqipërinë të fundit në rajon për pjesën më të madhe të treguesve. Prandaj kur flasim për integrimin që do të arrijnë për 2 vite, për 3 vite, sigurisht që realiteti është komplet ndryshe. Sot çdo qytetar shqiptar ka të ardhurat 37% të mesatares së Bashkimit Evropian. Prodhimi i brendshëm bruto është 40% i vendeve të Bashkimit Evropian, por sigurisht që Shqipëria në të gjitha elementet dhe në gjitha standardet është pas, po elementi ku është e fundit në rajon është infrastruktura. Shqipëria megjithëse ka investimet më të larta në infrastrukturë, ka koston më të lartë të rrugëve dhe është e fundit për sa i përket edhe standardeve, edhe përfundimit të rrjetit, po njëkohësisht edhe përfundimit të gjithë rrjetit të ndërlidhur me rajonin për ta bërë atë pjesë të rrjetit evropian. Çfarë thot raporti OSBE-s? Shqipërisi duhet të paktën 15 vite që të ketë standardet minimale të rajonit. 15 vite duhen edhe për ujësies kanalizimet, 15 vite duhen edhe për infrastrukturën, 15 vite duhen njëkohësisht edhe për energjinë. Për të gjithë elementët që lidhen me infrastrukturën, Shqipëria është e fundit e rajonit. E kuptoni se sa larg ndodhet Shqipëria nga marrja e saj pasaportës europiane? E kuptoni sa larg ndodhet Shqipëria në të gjithë treguesit që lidhen me procesin e integrimit, sepse në fund ditës procesi i integrimit është edhe ndryshim i standardeve jetës së përditshme. E kuptoni se sa larg është Shqipëria drejt standardeve të demokracisë, kur e ka të pamundur që të realizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, se sa larg është nga një sistem i prokurimeve publike i pavarur, eficient dhe profesional, ku Shqipëria është vendi i fundit përsëri i rajonit në të gjithë treguesit që OECD-ja përmend, Shqipëria renditet e fundit e rajonit. Duke nisur nga infrastruktura, duke vazhduar me klimën e biznesit, duke vazhduar me treguesin e të ardhurave, dhe kur miratojmë ligje këtu në kuvend që pompohen si ligje të parat që miratohen në të gjithë rajonin nga Parlamenti i Shqipërisë, dilema e madhe është për çfarë duam këtë proces? E duam për ndryshime në letër apo për ndryshime për qytetarët? E duam për të përmirësuar ekonominë apo për të gënjur që e plotësuam dhe një çek tjetër në një listë të gjatë kriteresh dhe nuk ndryshoi asgjë për jetën e qytetarëve shqiptar? Këtë po përpiqemi që të ndryshojmë, këtë po përpiqet opozita të bëjë. Për këtë arsye, në çdo platformë, në çdo mundësi që ka, ngresh shqetësimin për standardet e munguara. Standardet e munguara në zgjedhje, standardet e munguara në demokraci, në gjykata, në drejtësi, në prokurime publike, në të drejtat e njerëzit, standardet munguara në fund të ditës edhe në ekonomi. Shqipëria fatkeqësisht është e fundit e rajonit e këtë nuk e thot opozita. Faqen e Shqipërisë nuk e nxin opozita, faqen e Shqipërisë e nxin ato që kanë në dorë mundësi për ta ndryshuar vendin, nuk e ndryshojnë. Ato që kanë mundësi për të organizuar zgjedhje normale e nuk e bëjnë. Ato që kanë mundësi që sot t'i ndalojnë të rinjt shqiptare, familjes shqiptare të largohen e nuk e bëjnë. Kjo fatkeqësisht është Shqipëria që çdo ditë më shumë e sheh këtë proces më larg e jo më afër. Për këtë arsye besoj që ka ardhur koha që këtë proces ta bëjmë për të gjithë shqiptarët. Këtë proces ta bëjmë për çdo familje shqiptare që sot fatkeqësisht nuk e shikon dritën e ndryshimit këtu, po e shikon jashtë. Nuk e shikon cilësinë e jetës këtu, të arsimit e shëndetësisë këtu, po e shikon jashtë. Për këtë arsye dhe Parlamenti shqiptar ka nevojë të ngrihet
qoftë edhe mbi ndasit politike që kanë forcat këtu e t'i pranojt vërtetat ashtu si që janë, ashtu si që shkruheshin në raport në Parlamentit Europian, ashtu si që shkruhen në gjdo raport tjetër ndërkombëtar dhe ashtu si që jetojnë e i përjetojnë gjdo ditë qytetarët shqiptarë. Fatkeqësisht në këto vite, kushdo që ka qenë prezent skenën politike, ka vënë re standardet munguara edhe në kontrollin, edhe në balancën e pushteteve, edhe në rolin e munguar të Parlamentit për të ushtruar kontroll mbi qeverisjen, edhe në paaftësinë e Parlamentit për të ngritur komisione hetimore, për të zbatuar vendimet e gjykatës kushtetuese, por edhe për të dalë përtej llogores politike dhe për të njohur të vërtetat ashtu siç janë. Këto të vërteta i njohur raporti Parlamentit Europian. Këto të vërteta do të diskutohen edhe gjatë kësaj jave në Strasburg, për i bërë të ndërgjegjshëm të gjithë, edhe europarlamentarët, edhe komisionin, të gjithë palët e përfshirë në këtë proces, se me të vërtet procesi i integrimit nuk ka pse tjetë as marketing politik, as deklarata politike, por ndryshime për qytetarët, të cilët me këtë qeveri nuk kanë ardhur e nuk kanë për të ardhur ndonjëherë. Për këtë arsye në emër të Partisë Demokratike, edhe të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, theksojmë dhe njëherë nevojën për t'i parë të vërtetat ashtu si që kanë parë edhe kolegët tanë Parlamentin Europian, dhe për të ndërtuar për qytetarët shqiptar një alternativë dhe një ofertë ndryshe që për 3 mandate nuk erdhi nga kjo qeverisje dhe e sigurt që nuk do të vi as sot. As sot ku shpresa që qytetarët shqiptar prisnin nuk duket as të kolegët socialist këtu në sallë e jashtë kësaj salle. Unë shpresoj shumë që në javët e ardhshme ne të kemi një diskutim edhe për raportin para se të mbyllet ky sesion dhe në shtator të nisim edhe me një rezolut, ku elementi i parë duhet patjetër të jetë zgjedhjet, ku elementi i parë duhet jetë jo vetëm denoncimi, jo vetëm marrja e masave, po ngritja e shqetësimit të zgjedhjeve si një shqetësim i cili sot pengon rrugën europiane të Shqipërisë. Nuk ka pengesë më të madhe për Shqipërinë se qeveria. Nuk ka pengesë më të madhe për Shqipërinë se sa mungesa e vullnetit politik dhe ashtu siç nuk ka ardhur ky proces në këto 12 vite, harrojeni që do të vi me këtë qeverisje. Faleminderit.